Historinë sot ma ka shkruar një zonjë e nderuar nga qyteti i Shkodrës. Ajo ka dashur të rrëfej jetën e saj, një jetë që në fakt është shumë e dhimbshme, një jetë që të çon të pyesësh veten sa mund të duroj një trup i njeriut, sa mund të përballoj një trup i njeriut. Unë kam dashur që të respektoj mënyrën se si e ka shkruar ajo këtë rrëfim. Ajo ka përzgjedhur që ta shkrua në dialektin shkodran, edhe unë pse nuk jam nga Shkodra, por do ta lexoj rrëfimin në këtë dialekt për të ruajtur origjinalitetin e rrëfimit. Unë jam një vajzë nga Shkodra, e s'po di si me fillu këtë rrëfim që më ka djeg shpirtin për vjet të tana. Kam nevojë me e thanë me zatë naltë, sepse për shumë vite kam hesht e kam buzëqesh veç për mos me i shqetësu të tjerët, por brenda meje, çdo ditë ka kenë si me pas